tani me vrap, duke qenë se është e premte, do të shkojmë në Sanremo, jo vetë nuk e kemi mundësi ta bëjmë këtë, jemi këtu, përfundon nesër në Mosgaboj, por përmes një mikeshe ne do të lidhemi në këto momente me zonjën Lavdije Musa, i gjendet aty. Në dijenin time ka edhe një sipërmarrje pranë vendit ku po organizohet edhe festivali, kështu që zonja Lavdije ju përshëndes. Ju përshëndesim, mirëmëngjes Shqipëria. Tani, ne duam të dim patjetër si është atmosfera në qytet gjatë ditëve të festivalit këtë vit. Unë kam dëgjuar nga raportime që janë bërë nga media ndërkombëtare që duket sikur Sanremo këtë vit është pritur pak më ndryshe, për faktin se ka pasur edhe më pak shikime në kohë të drejt për drejt televizive në këtë rast në natën e parë të performancave, po realisht si është ndjer aty? Këtu atmosfera shumë e bukur, është një atmosferë shumë e bukur, po e vërtet që në këto netët e para ka pas pak shikime nga televizori, por këtu atmosfera unë nuk kam pas ndryshime, sepse jam tash 6 vjet që punoj këtu. Këtu është plot, atmosfera nuk ka ndryshuar. Si ndikon kjo, pra fakti që zhvillohet festivali i Sanremos për disa ditë tek sipërmarrjet që gjenden aty pranë, pra turistët nga vinë kryesisht, më tregoni pak edhe për shqiptarët, se unë e di që ka një lidhje të veçantë mes shqiptarëve edhe festivalit të Sanremos. Të them të drejtën, sipërmarrësit, ata që punojnë këtu kanë shumë, si thonë, shumë posibilita, si thonë, shumë mundësi. Po me vjen, shumë mundësi për të ecur përpara me punën e tyre. Kurse shqiptarët e ndjekun shumë festivalin, shumë ndjekun nga të gjithë shqiptarët, edhe jemi shumë shqiptarë që punojmë këtu në Sanremo. Ndërkohë, cilët janë disa nga artistët që mbase mund të keni parë gjatë këtyre ditëve, si ka qenë pritja, dhe çfarë do doje t'i thoje gjithë atyre që në fakt nuk kanë pasur mundësi të vinë edhe ta shohin, ta ndjekin festivalin, kanë që në fakt ky një vit i cili është pasqyruar edhe me çmime më të larta, dhe kjo mund të jetë edhe një nga arsyet se ka deri diku pak njerëz të cilët mund të jenë mërzitur deri diku me stafin organizues të festivalit. Që unë me menimin tem një herë një jetë duhet ta shohin festivalin të gjithë. Është shumë e domethënshme. Është një mrekulli e madhe. Aq më tepër që aty mes radhëve të artistëve të jashtëzakonshëm kemi edhe një artist shqiptar, siç është edhe Ermal Meta, i cili ka performuar me një këngë e cila padyshim është mbi të gjitha një mesazh i jashtëzakonshëm për botën. Ai është mesazhi për të botën, por më shumë është mesazhi për ne që në atë kohë tona ikem me gomonë nga Shqipëria. Dhe besoj është diçka e cila drithëron shumë breza. Ndërkohë nga ana tjetër, në sipërmarrje ne prekëm pak që ka një ndikim të mirë festivali, por çfarë ndodh më ditët pas? Pra, a vazhdojnë ende njerëz të cilët kanë ardhur për të ndjekur festivalin e Sanremos të qëndrojnë aty dhe të japin jetë ekonomisë lokale? Po, se flasim edhe me këta njerëzit që jetojnë këtu, festivalin një gjohet 2 javë përpara e 2 javë mrapa. Këtu, që turizmi vazhdon. Për qytetin e Sanremos është një turizëm i paparë. Ndonjë histori e veçantë, ndonjë moment i veçantë që ka ndodhur gjatë këtyre ditëve që ndoshta mund të na e tregoni dhe ta ndani me ne përpara se ta mbyllim? Po ndolin shumë gjëra nuk mundemi t'i thomë në skena se janë kaprajvazi. Po ndolin shumë gjëra. Ndonjë artist edhe mund të ketë ardhur edhe ka bler diçka të veçantë, po themi, apo? Për zoten, po, edhe shumë ato nuk duhet të bëj publicitet kremave gjana, sepse jemi në live, jemi për gjana tjera, po. Kjo ka rëndësi, që një festival, një shfaqje artistike nuk është vetëm art në skenë, po është edhe një burim shumë i mirë i qarkullimit të ardhurave për ekonomi lokale. Zonja Lavdije, unë ju falenderoj shumë që ishit me mua këtë mëngjes edhe për faktin që na përcollët paksa nga atmosfera e festivalit. Faleminderit, mirupafshim. Ju përshëndes.